Do të themi, ishte një skenë e stisur sepse ardhja e vjerës në Shqipëri, lënia e nusës për gati një vit e ca që jetonte vetëm me 3 fëmijë, vërteton mjaft mirë të gjithë të skemë të sajuar nga vjera, së bashku me djalin dhe të reklamuar pasaj fort mirë dhe në gjitha mediat me qëllim që të diskreditonte nënën me 3 fëmijët. Ndërkohë që ata shfrytzuan dhe rastin që nëna në kushtet ku jetonte në një varfëri të skajshme, për cilën është përgjegjësi e shtetit dhe e institucioneve shtetërore, ishin të smur të 3 fëmijët ku kishin marrë nga pakujdesia e gjenës, kishin marrë dhe një sëmundje ngjitse, për cilën kishin vajtur në institucionet shtetërore për të mjekuar, për të kuruar dhe për të shëruar. Them e stisur sepse reklamimi për faktin se ku jetonte nusja së bashku me 3 fëmijë vërtetonte mjaft mirë që nusja me 3 fëmijë jetonte në një shtëpi me qira, e cila ishte përmbytur. Por nuk është kjo motivi dhe arsye. Ne duhet ta shohim më thellë. Ne duhet të shohim përgjegjësinë e shtetit, duhet të shohim përgjegjësinë e institucioneve për të arritur tek kjo nën e cila fatkeqe sot kryqëzohet nga vjera së bashku me djalin për t'i marrë të 3 fëmijët. Unë mendoj që kjo nuk mund të realizohet për disa arsye dhe objektiva. Pse? E para do të thosha nuk mund të realizohet sepse nuk mund t'i marrësh nënës 3 fëmijët e mitur. E para. Ajo nënë është kujdesur për gati një vit për ta fëmijë. Gjendja e mjerueshme ekonomike ka të bëjë me 2 faktorë. Faktori i parë është vetë babai i cili nuk kontribonte sa duhet për jetesën e 3 fëmijëve, dhe faktori i dytë është shteti i cili duke e parë këtë nën që po ishte 3 fëmijë, nuk kishte asnjë të ardhur tjetër. Shërbimi social i njësisë administrative nuk funksionon fare dhe kjo vërtetohet me anë të këtij veprimi dhe të kësaj skene të përgatitur. Këto dyja janë të mjaftueshme për të vërtetuar mirë të gjithë intrigën e ngritur nga familja për t'i marrë kësaj nënë të 3 fëmijët. Unë do të thosha për t'i marrë 3 fëmijët sepse çfarëdo lloj vendimi që t'japi gjykata do të jetë mjaft komprometues, po do të jetë edhe mjaft i rëndë për atë gjyqtar ose gjyqtare që mund t'japi për t'ia hequr këta 3 fëmijë nënës nga gjiri i saj. Sepse babai është vërtetuar mjaft mirë që nuk është në gjendje që të rrisi dhe të edukojë fëmijët, ashtu siç nuk është në gjendje dhe të kontribojë për detyrimin ushqimor dhe mirëqenien e këtyre fëmijëve, sepse po të ishte një baba i përgjegjshëm dhe i kujdesshëm, ai do kishte sjellë detyrim ushqimor shumë të lartë për ta 3 fëmijë dhe do ishte kujdesur gjatë 10 vit për ta fëmijë. Jo do kishte shkelur dhe ligjin italian pasaj dhe të ishte brenda, të ishte arrestuar dhe të kishte kryer dhe indalim. Pra në këto kushte, unë do thosha që kjo nën është e pafajshme. Kushtet dhe ligjet shqiptare e kanë detyruar këtë nën që të vuajë me këta 3 fëmijë. Pse? Sepse ligji shqiptar nuk i jep asnjë kontribut financiar, asnjë bonus, nuk i jep qoftë për qiranë e qoftë për rritjen e këtyre fëmijëve për të edukuar këta fëmijë ashtu siç e kanë ligjet ndërkombëtare të Bashkimit Evropian, ku ai shtetas, pra dhëndri ose babai i këtyre 3 fëmijëve, duke vajtur në Itali mësoi mjaft mirë që nga shteti italian mund të merrte një sasi të konsiderueshme të ardhurash financiare, dhe me ato të ardhur ai llogarisë që jetonte mjaft mirë atje duke i marrë këta 3 fëmijë. Atëherë, duke llogaritur këtë dhe duke parë dhe disbalancën ndërmjet ligjit shqiptar dhe ligjit italian, ai kërkoi të realizonte qëllimin e tij me qëllim që të jetonte në Itali, të shfrytëzonte shtetin e huaj dhe të merrte këta 3 fëmijë që nuk i dije i fati nesër që kishte mundësi
mirë bante, ti edukate, ti çonte në shkollë, ti bante nga ana higjiene dhe jo më tepër pastaj për strehimin e për të tjera. Pra këto ishin njësër kurthesh të përgatitur nga nëna së bashku me djalin. Zoti Mullaraj, besoni që vjera ka qenë një faktor kyç që gjithë kjo situatë vinte këtu ku jemi? Sigurisht, unë do thosha që për vjerën duhet bërë një kallëzim penal nga ana e nusës, sepse vjera është strumbullari, do thosha unë, ose organizatoria e gjithë kësaj fame të keqe të hapur kësaj familje të mirë, do thosha, sepse nëse vjera do ishte në krahun e nusës, nuk do të ndodhte dhe nuk do reklamoj edhe se si jetonte kjo në shtëpi. Në atë shtëpi mund të hyte shërbimi social, i cili nuk hyri për gati një vit e ca, nuk hyri në ambjentet ku jetonin të atë shtëpi. Ai e ka detyrim ligjor dhe kushtetues, shërbimi social i njësisë administrative, që të hyjë të kujdeset për gjitha familjet që janë prishura, që janë të divorcuara, për nënat që jetojnë në kushte të vështira me fëmijët e tyre, që nuk kanë asnjë të ardhur ekonomike dhe financiare, dhe për këtë duhet të hyjë shërbimi social i njësisë administrative së bashku me shërbimi social bashkisë madhe, me qëllim që ta ndihmonte të nusët të re, të zonjë, të nënë të re, në vështirësitë që kishte. Por u gjet rruga më e shkurtër për të krijuar një intrigë vjera me qëllim për marrjen e këtyre fëmijëve, dhe me sa duket shteti kërkon të largojë sa më shumë me politikën e tij edhe këta fëmijë të mitur për t'u larguar nga vendi i tyre. Këtu duhet fillojë e gjithë historia, dhe këtu duhet fillojë dhe ndjekja penale nga ana e prokurorisë për këtë zonjë vjerën, e cila ka krijuar këtë intrigë dhe këtë plan dhe këtë kurth kaq keq për largimin e 3 fëmijëve të mitur nga Shqipëria. Avokat, a ka raste të tjera të ngjashme si kjo ku në një raport, po themi, të komplikuar mes nusës dhe burrit ose ish-burrit të vet, futet vjerra në mes, po themi, për të bërë marifete të ngjashme që më pas fëmijët t'i merren nënës dhe t'i kalojnë babait? Atëre, raste të këtilla ka shumë në Shqipëri. Pse do thosha ka shumë? Ka shumë sepse ligji shqiptar në raport me ligjin e Bashkimit Evropian është krejt i ndryshëm për sa i përket kodit familjes. Që thosha, kujdesarisë së fëmijëve, edukimit të fëmijëve, bonusit që marrin fëmijët në Bashkimin Evropian dhe bonusin që marrin fëmijët në Shqipëri. E gjitha kjo lë shumë dhe mjaft për dëshiruar, do thosha, sepse akoma shteti shqiptar nuk e ka rregulluar ligjin për kodin e familjes dhe për fëmijët e mitur dhe për kujdesarinë e tyre dhe për strehimin e këtyre fëmijëve, dhe kjo sjell që shumë familje sot, nga që mbasi prishen, krijohet konflikti se kush do t'i marrë fëmijët, dhe duke parë që ne kemi një emigrim shumë të çrregullt për sa i përket meshkujve në raport me femrat. Këta meshkuj, duke parë që i nuk janë zotët për punuar, atëherë kërkojnë që të marrin këta fëmijë të mitur dhe t'i shfrytëzojnë në këto shtete për sa i përket marrjes së strehimit, jetesës së tyre dhe derisa stabilizohen. Kjo është mjaft e rëndë për shtetin shqiptar, të thosha, sepse po na ikën dhe gjaku i mitur i këtyre fëmijëve po na ikën në Shqipëria, së rezultat i diferencave të politikave dhe të legjislacionit shqiptar. Avokat, sa ndihmës është shërbimi social në Shqipëri për nëna të tilla? Unë do të thosha që nuk kemi një ndihmës nga legjislacioni, po qoftë edhe nga shërbimi social. Shërbimi social në njësitë administrative, do të thosha që është inekzistent. Nuk funksionon fare, sepse këto shërbime sociale nuk dinë akoma se sa familje kanë të divorcuara brenda njësisë administrative, sa familje kanë me statistikë të
ndara, sa familje kanë me fëmijë dhe me vështirësi ekonomike, jo për të pasaj për strehim dhe për dhënien e një bonusi për të jetuar këto familje. Kjo mësohet vetëm kur plas një bombull, kur plas një tullumbaze që vetëm atëherë mëson njësi administrative, se pas kemi dhe familje të këtilla me një krizë ekonomike dhe financiare mjaft të madhe, me një vështirësi dhe me një varfëri të shkajshme, dhe atëherë fillojnë dhe lëvizim, po dhe atëherë kur lëvizet vetëm në mënyrë apatike, sepse nuk lëvizet për të ndihmuar këto familje dhe për të rikuperuar problematikën e krijuar brenda kontit familjes dhe këtyre familje me fëmijë të mitur. Avokat, kthehemi pak dhe te ngjarja që ne analizuam. Çfarë zgjidhje duhet kemi për këtë rast? Zgjedhja e parë për familjet ka të bëjë me ndryshimin e legjislacionit për sa i përket kodit familjes. E para, që duhet i gjetë strehim nënës që merr në rritje dhe kujtesari fëmijën, i jepet bonusi i qeras, bonusi për edukimin dhe trajtimin e fëmijës, dhe jo të pritet që në bazë të vendimit gjyqësor do t'i jepet edhe ajo që cakton vendimi gjyqësor nga babai. Babai ka emigruar me vite, nuk sjell asnjë ndihmë ekonomike në familje dhe e lë këtë familje të mirë që t'jetojë në mëshirë fati dhe kujtohet një ditë bukur pasaj kur rritet fëmia për ta marrë këtë fëmijë dhe për ta trajtuar pasaj në shtetin fëmijë, sepse atje legjislacioni është më i favorshëm për sa i përket fëmijëve të mitur dhe nënave që janë të divorcuara dhe me fëmijë të mitur në krah.